A e kuptoni ju se çfarë po bëhet Shqipëri ditën e sotme apo se kuptoni më? Jam këtu te ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe këtu është kryetari i Partisë Shqipëria Bëhet, zoti Adriatik Lapaj. Do thoshe qytetari Adriatik Lapaj, se kjo lidhet me vendin, me qytetarinë. Si jeni sot në dyert e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Çfarë ka ndodhur? Kemi paraqitur kërkesën e 12 qytetarëve nismëtar për të kërkuar marrjen e formularit për mbledhjen e 50.000 firmave për të shfuqizuar ligjin për paketën e maleve dhe 50.000 firmave të tjera për të shfuqizuar ligjin për investimet strategjike. Dy ligje mbi të cilat prona private dhe publike në këtë vend po zhvatet dhe po krijon kaq shumë konflikt dhe pritet të krijojë shumë. Tashmë do duhet të mos mjaftohemi vetëm me fjalët, vetëm me dalje televizive, vetëm me protesta ku na vjen haujt e shtëpia jon, te fshati jon, po do duhet të organizohemi si shoqëri të mbledhim 50.000 firma për secilin ligj, ta çojmë vendin në referendum dhe më në fund pas 30 vjetësh të shkojmë në një referendum dhe qytetarët të shfuqizojnë ligjet e miratuara padrejtësisht. E kuptoni ju apo se kuptoni më? Duhet të organizohemi si shoqëri. Kështu që kur shikoni tabelat e Shqipëria Bëhet, Demokraci të drejtë për drejtë. mirë është të keni kartat e identitetit në xhep dhe të firmosni kërkesën për referendum. Ju përshëndes. Kaq ishte video për sot, mirupafshim.